Në një deklaratë nga burreli, kryeministri Edi Rama bëri me dije ndryshime të mëdha që do të ndodhin në programin e bonusit të bebes, duke nisur nga viti 2026. Sipas tij, skema e pagesës do të ndryshojë duke kaluar nga ndihmë financiare në çek me pagesa mujore. Do ta rikonceptojmë programin e bonusit të bebes, duke filluar nga viti 2026, dhe në vend të ndihmës financiare me çek, do të ecim me një tjetër skemë që është më e avancuar patjetër, sipas numrit të fëmijëve, me pagesa mujore 2 vjeçare, 3 vjeçare dhe 5 vjeçare. Kryeministri përmendi gjithashtu që rritja e pensioneve është një prioritet i qeverisë, duke synuar të çojë pensionin minimal në 200 euro dhe pensionin mesatar për ata që kanë kontribuar në sistemin e sigurimeve shoqërore në 400 euro. Ta çojmë drejt 200 eurove, ndërkohë që mesatarin për ata që kanë paguar sigurinë shoqërore ta çojmë në 400 euro. Ky është synimi. Mirë po keni parasysh një gjë që në fund të ditës e gjitha kjo është histori lekësh. Ai nuk la pa ironizuar opozitën, duke u shprehur se në 11 maj mund të bëhet një hap i madh për të ardhmen e vendit, por nëse nuk do të bëhet e duhura, mund të duhen edhe disa mandate për të arritur progresin e nevojshëm. Rama përfundoi me një premtim për dyfishimin e mbështetjes për fëmijët me aftësi të veçanta.